Kjo që thotë ju plagët se ju hapni shumë tema, kjo është që pikërisht ato që erdhen dhe morën 90-ën demokracinë, ato nuk erdhën me plagë, po erdhën me grada nga komunizmi. Po. Dhe këtu fillo tragjedia dhe ja ku po përfundon. Por ajo që desha të pyes të fundit, patjetër, është keni përballë Ramën, ja, është ka ajo kamera atje. Çfarë do t'i thonit përballë për këtë mandat 4? Çfarë duhet bënte? Si duhet sillej? Çfarë duhet ndryshonte? Do doja t'i thoja zoti Rama, të lutem bëu pak më i përulur para shqiptarëve. E dyta, zoti Rama mendo për arsimin e shqiptarëve. Dhe e treta që do doja shumë të ndaja me ju ishte që zoti Rama investohu që të mbyllet problemi pronave në Shqipëri. Është problemi i cili ka marrë, nuk e di, në mos gaboj gati 9.000 jetë dhe vazhdon të marrë jetë. Në qoftë se këto do i mbyllte, në mendimin tim, megjithëse unë kam më shumë lidhje me kulturën dhe do doja t'i thosha shumë gjëra për kulturën, po zoti Rama s'do më pranonte këto sepse nga këto dyja unë do të shtoja edhe mjekësinë. Po, patjetër. Po atë qoftë ai, po e lëm kulturën se aty jemi bashkë dakord edhe jo se duhet lënë, por nëse ai do të bëjë këto treja, një reformim të thellë, që të paktën kemi një standard me që duhet të shkojmë në Europë, unë mendoj se ai do të ngelet në histori.